Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin verior të Stade, në perëndim të Hamburgut, ku 5 persona kanë humbur jetën si pasojë e një sulmi me armë zjarri. Incidenti tragjik ndodhi brenda një qendre kujdesi për të rinj. Sipas informacioneve të para, përveç viktimave, raportohet për disa persona të tjerë të plagosur, të cilët po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Mediat e huaja raportojnë se një zëdhënës i forcave të rendit konfirmoi arrestimin e 2 personave të dyshuar, mes të cilëve besohet se është edhe autori të shtënave. Sipas rrjedhës së deri tanishme të hetimit, ka pasur një vrasje në një qendër kujdesi për të rinjt në Dankerstrabe, duke rezultuar në viktima të shumta. 5 persona u plagosën për vdekje, ndërsa të tjerë pësuan lëndime. Si pjesë e hetimeve të menjëhershme dhe operacionit policor, u arrestuan 2 të dyshuar, përfshirë edhe autorin e dyshuar të shtënave. Hetimi për shkaqet dhe renditjen e saktë të ngjarjeve është duke vazhduar, tha një zëdhënës i policisë.